paçe plënci nga duart e mamit. Për të gjithë juve që jeni rritur me këto shije, mund të rini të shikoni këtë video pa problem fare. Për të gjithë ju të tjerët që nuk ju pëlqen kjo shije, ju lutem shumë vazhdoni më poshtë, ka plot video të tjera për të parë. Nuk keni pse të na prishni ditën, edhe pse tu prishim edhe juve ditën, he ju ke qenina. Tani si e përgatitim paçen e plëncit? Kuptohet që do pastruar shumë mirë, ndaj edhe më shikoni që të ha paçe vetëm kur shkoj në Shqipëri nga duart e mamit. Sado që dua të them që është gatimi tim i preferuar, sado që ju duket çudi juve, mua këto shije më pëlqejnë. Edhe e kuptoj që është një shije e çuditshme, mund të themi, po çfarë do bëjmë tani? Çdo njeri me ato të vetat. Tani, siç e pati, i pastroj mirë me ujë, pastaj ja u hodhi krip, duhet kripe trashë, që të fërkohen mirë zorët, plënci, të gjitha këto zorët në fakt me kripë. Plënci pastaj ja do hedhur ujë i valuar, do me thënë. Edhe duhet të pastrohet mirë me thikë. Disa e pastrojnë dhe me gëlqere. Për mua është e dëmshme gëlqeria, ndaj dhe nuk e përdorim në gatime. Ndaja edhe me ujë të nxehtë për bukuri e pastrojmë mirë si të shikoni. E bëjmë tullupan të bardhë, si shtemi dhe neve. Edhe pastaj do të vendosim që të zihej. Pasi ka ziher e gjithë plënci, paçja, të gjitha këto, do të apresim copa të vogla, do të skuqim, do të bëjmë o zot një paçe, një supë perfekte, edhe sidomos kur e ha për mëngjes me uthull edhe me hudhër, yummy!